Fati keq i Xhestit në Big Brotherin e Shqipërisë është eksperjenca që ka kaluar në Big Brotherin e Kosovës. Sjellja e tij analizohet me sjelljen që ka pasur në Big Brotherin e Kosovës. Në rrjetin social TikTok është bërë virale një video ku shfaqet Xheneta, Xhesti dhe Egli. E njëjta sjellje që Xhesti pretendon që Egli e ka bërë me të, është Xhesti që e ka bërë me Xhenetën. E dëgjojmë Xhenetën e cila thotë që Xhesti do të rri 24 orë me mua. Ndërkohë që Xhesti thot, po ç'a të bëj që e dua. Egli ka kërkuar që të rrinte 24 orë me Xhestin, duke thënë ç'a të bëj që e dua, por Xhesti nuk e pranonte këtë gjë, sikurse Xheneta nuk e pranonte. Pra është bërë një hallakam që as vetë nuk e dim se sa është lojë apo se sa është reale në këtë historinë e cila ka pushtuar emisionet, ka pushtuar Big Brotherin. Big Brotheri duke se po luhet vetëm nga dy personazhet, Xhesti dhe Egli, dhe padyshim e kanë bërthyer audiencën dhe kanë bërë që loja të shikohet vetëm tek sytë e tyre dhe midis tyre. Nga ana tjetër, fjalori që ka përdorur Xhesti ndaj Eglit është kritikues. Ai kur nxehet tregon të vërtetën. Ai në atë shtëpi nuk është nxehur shpesh, por kur është nxehur ka treguar se çfarë mendon. Një rast e pati me Rozanën kur tha që nuk e dua Eglin. E ndërkohë tjetrin e kishte djem me Eglin kur i tha të më ndjeni për fjalën sepse kam kritikuar dhe një koleg ku e ka përdorur, por jam i detyruar ta them, psikopate. Pra Xhesti nuk po e duron më rikthimin e Eglit, por nga ana tjetër edhe buzëqeshim me njëri tjetrin, edhe bën lojë me njëri tjetrin. Pra nuk e dim se sa përqindje është reale, le të themi, konflikti që ka Egli me të, por edhe përballja që Xhesti po bën me të. Pasi kur një njeri agravon dhe shkon në këto fjalor dhe përdor këto terma, i bie që përballë ti pranon që ke një person që nuk është i aftë ose ka probleme me shëndetin mendor. Ndërkohë që Egli e ka theksuar edhe kur u rifut kur ishte në studio që unë nuk kam qenë në asnjë spital psikiatrik, nuk kam marrë asnjë mjekim për, le të themi, për shëndetin mendor, por ka qenë një situatë gripale që i bllokoi mushkërisë, siç ishte ajo që edhe ajo shpjegoi. Sherrit midis tyre po shoqërohen edhe me buzëqeshje. Gati, po besoj që e ka një lojë këtë dhe ndoshta do të shikojmë një finalizim të dashurisë midis tyre. Një detaj tjetër që dua ta ndaj me ju është ajo që Xhesti në një bisedë me Danjen i tha Eglit që unë dua që ti të mshelësh gojën. Pse ka frikë Xhesti kur flet Egli? I çfarë i friksoi Xhesti? A ka frikë Xhesti nga ajo që bëhet Big Brother këtu me ne publikun e jashtëm? A ka frikë Xhesti se çfarë impakti ka krijuar ai në raport me Eglin? Padyshim që po. Pasi i ka thënë shpeshherë që ti këtu ke ardhur për të rregulluar imazhin tënd. Pra e bën atë fajtore, e bën atë përgjegjëse dhe nga ana tjetër ai ka bërë sërish një veprim që unë e dënoj. Ai ka improvizuar, le të themi, duke prerë damarët, gjë që sipas tij edhe Egli ka tentuar ta bëjë në atë shtëpi. Pra, situata e Eglit është e rëndë. Situata e Eglit kërkon një tjetër qasje, kërkon një tjetër trajtim dhe nuk mund të bëhet më kurban për hir të lojës. Nuk mund të bëhet më kurban për të mbajtur gjallë një Big Brother. Për sa kohë ka dhe lojtarë të tjerë, për ata janë në gjumë fatkeqësisht. Janë në gjumë, siç është Gerta që e ka vlerësuar për lojtaren e fortë në atë lojë, siç është Rozana që është shuar me futjen e Eglit, siç janë të tjerët që janë harruar, nuk po merret më kush me ta, vetëm me Eglin dhe me Xhesin në çdo emision. Pra, këta të dy ndoshta e kanë kuptuar dhe e din, Egli e din si ishte në ditë për jashta, e din fuqinë që ka ajo në impaktin e publikut dhe po tregohet e mirësjellshme, po i pranon edhe ngacmimet e Xhestit, por kësaj radhe ajo kërkon liri nga Xhesti, gjë që Xhesti e kërkonte kur ishte Egli në atë shtëpi pa dal nga ajo. Nuk e di se sa kjo situatë do t'ja humbasi mundësinë Xhestit për ta fituar këtë Big Brother, por sidoqoftë, ky Big Brother është fal Xhestit që është në këto shifra, është fal Xhestit që është në këtë audiencë, në këto, le të themi, diskutime, në këtë zhvillim, në këto drama, në këto situata, është padyshim fal tij dhe kjo gjë nuk mohohet. Por po situatës që ka me Eglin që edhe ai ka gabimet e tija, se nuk mund, për mendimin tim personal, nuk mund ti të kënaqesh me një femër, të puthesh, të shtrihesh në shtrat me të kesh përqafime, ledhatime dhe të thuash që nuk kam ndjenja, po dua vetëm kënaqem të loz. E pra,
ky lloj perceptimi që Gjesti ka, ndoshta vjen edhe si pasojë e lidhjes që kishte me Xhenetën në Big Brotherin e Kosovës, kur ai është prehur që ajo vajzë më ka lënduar. Pra ti Gjest, pse lëndon të njëjtën vajzë për një dashuri që ti ke dhënë, por që nuk e marr? Pse bën të njëjtën gjë për një dashuri që të është ofruar dhe nuk e ke? Shumë pikë pyetje ka ky raport midis tyre, por një gjë është e sigurt, ato dy janë Big Brother i këtij edicioni.